Të rinj që I lidh muzika dhe dashuria për natyrën. Drenica Zogaj, një soliste me zë të butë, të ngrohtë dhe plot emocion. Edurim Tahirukaj, këngëtare, kitarist, që me tingujt e kitarës I jep jetë çdo vargu dhe çdo melodie. Kur këndojnë bashkë, krijojnë një botë ku muzika flet më shumë se fjalët. Pasi u njohën në orkestrën e TV1, lidhja e tyre muzikore u bë e pandashme. Na kemi qenë pjesë e orkestrës së TV1-shit. Unë kom qenë antari gitarist në orkestër edhe këngëtar. Edhe njëherë thanë po vjen një qika male, këndon male, me bo muzikë me bendin. Edhe tash na për këta ishim ani, ja e mali, qa kena me buna me ta, dhe ishtë mirë në vesh. Edhe, kur e na befasoj për mirë, mandej vendosëm mja bu një ofertë më arë me punu me neve në televizion, edhe pat pranu, mu ka qenë një vit këngëtarja të vë një band, edhe mandej që aty jemi bu shok, na ka lidhë edhe një profesion tjetër që mandej e të regojmë, edhe kem fillu me bo muzikë bashkë, edhe për jatë saj kohë mu nuk kemi ndohë. Me punu me durimin është shumë letë. Këtë thot... Me Drenicën është letë, veç duhet me ngu këto. Jo, është shumë letë se përveç që jemi kolegë jemi edhe shokë shumë të mirë, edhe që është të thama jere durimin na kanë lidhë, përveç muzikës na kanë lidhë edhe mali. Qështë që shumë sene jemi të I bu bashkë edhe që ta sene që I bojna, marëm shumë këshilla për një tjetërit, mu durimi më kam mësu shumë për muzikë, të kondërtënën e ku mësu shumë për malë, këta kështë që e kena gjetë një tjetërin në dy profesionë. Ata nuk hezitojnë të tregojnë se cilat këngë unë gjallin kujtime të veçanta. Konga parë është konga e parë që e ka kënu në Drenica në atë ko ka qenë musafire, të Kalaja Ulqini. E mandej në kongë tjetër, është Drenica ime, ajo na përshtatët shumë. S'po di, ka shumë kongë. Tana kur të kalën, kur nuk e ki vetë qef muzikën, por e ki profesion, të na të bëhet deformim profesional me ndëgju çdo kongë edhe me pas emocionin se cilën kongë, kështu që është problem, mi ndasi, mi vra, qështë dhe ajo fjalla. Durimi thot se pranë Drenicës ndjen përmbushjen e vërtet muzikore. Nashta ma shumë jam kohën gitarist. Unë kom studiu edhe për muzikën, që I bi edhe pianos, jam edhe në piano, po edhe shumë instrumente të tjera, po kështu gitarën e kom ma profesionale. Puna e këndimit është shumë qef për mua dhe bëj me shumë qef sajët zhvillimit muzikal që kam, jo që kam naj aftësi vokale sa Drenica, po teknikat dhe njohja jeme në muzik, teoria, më limon që me kun I mirë edhe në vokal, po t'i kisha pas edhe talentin edhe Drenicës, kështu që isha... Për mi pas të natë mandej e kom marrë edhe këta me bashkë me mu me muzikë, kështu që qështu në qëtë formi kom të natë. Drenica dëshiron prej kohësh të mësoj kitar, por me të qeshur thot se durimi është fajtor që ende se ka mësuar. Kom pas që me mësu gitarën, kam hala që me mësu, po durimi nuk më mëson, I më thonë mësëm, po nuk e di apo... S'ka lidhje, nuk dojtë I eki. Me e këtaj, mandej me fillu gitarë. Ama, komenu, po mdo këtë nuk e ka dërë më mësu se po tu dhe që po bona ma e mirë, se kjo e tani më mja morë edhe qëtë instrument, edhe tani... Ja. Mendoj se kur jeni bashkë, jeni në formë kuaj, po të jeni. Edhe unë mendoj që ashtu si për ti. Në anën tjetër,
Drenica ishte ajo që e riktheu durimin në botën e maleve, ku sot alpinizmi është hobi tjetër i përbashkët. Në fakt durimi veç ka qenë aktiv, po qatë kohë kur jemi taku na bashkë, veç e ka pas një pauzë, mandej unë veç e kom rikthy. Unë e kom fillu këta 6 vjet me alpinizëm dhe bjeshkatari, ka dikon 3 vite që kom fillu më marrë me bon profesion këtë punë. Jam licencuar si guide dhe certifikuar me standarde UEA. Jam edhe pjesë e shërbimit kërkim shpëtimit malor. Tashmë kemi hapur edhe sfundi klubin bashkë me durimin. Maja është shoqat bjeshkatare që ka aktivitete të ngjitjes, të ecjes, domethënë janë evente publike që munden njerëz me na gjetë në Instagram dhe në Facebook, edhe me u bashkangjit. Derisa sa i përket pjesës së durimit, kisha pas qef kë me fol vetë për pjesën që është rikthyer në mal. Po që ashtu që shpëtha Drenica, unë mal kom dalë shumë i ri, edhe kena bu moja ashtu prej fëmi, po mandej kom pas një fatkeqësi, një shok i jemi që kom dalë rregullisht me ta, pa të ndru jetë edhe unë e kom lënë, mandej s'kom dalë se ashtu emocionalisht nuk u ndisha mirë. Mandej kur kom fillu me bashkëpunu me Drenicën muzikë dhe ka rrjedh tema për malin dhe i kom tregu. Edhe më ka thonë që duhesh me ardhë më rikthy apet se jeta vazhdan edhe mali është sani mirë. Po kur jam kthy me këta, mandej e kom bu në mënyrë ma profesionale, se në fillim ecjet tona mundën mu konsideru amatere, edhe pse i kemi bu kogja maja, kogja sfiduse, po i kemi bu në mënyrë amatere. Mandej kom fillu me Drenicën, ka qenë maja rupës, maja parë që e kena bu, edhe që ajo maja është qëtu në logën e klubit, edhe prej që aty mandej mos i minal, edhe kom bu ta mën profesional. Në muzikë edhe e kom pas një kohë një pauzë që jam shkput, edhe mali prapë më ka rikthyer muzikë. Normalisht njerëz që shoqënia dhe rrjeti që kemi jetë gjithë bashkë kanë ditë se Drenica del me kënu edhe gjithmonë për ecje më kanë shih me kënu, edhe kom pas çfarë fillon. Edhe një aktivitet që kemi pas te lumi i Gashit në Tropoj. Një video ma ka realizu një shoqja jamja, Laureta, e përshëndesim. Edhe jam kanë të kënu kangën e Bareshës, edhe i ka postu në TikTok, edhe u bo kogjo virale ajo video. Ma që asaj video, tani këta të vënishim kanë fëtu me qenë në pjesë e tyne. Shtu që prej malit unë jam rikthyer muzikë, edhe normalisht është frymëzim edhe është inspirim. Do më thanë, sa do që dalin ma, gjithmonë kena ide të reja për muzikën. Edhe gjatë aventurave në mal, ata nuk ndahen nga këngët. Po, edhe pse është shumë vështirë, kogjo vështirë është, po e bojmë, e realizojmë. Për ndryshe në eventet tona gjithmonë është gitarja me vete edhe sartë më ledhem në evente edhe asi gjithmonë gitarja edhe me këndu. Qysh ja. Tregoju që unë e boj. Po unë e boj qantën e ma e rondë është për gjallë. Drenica dhe durimi zbulojnë shtigjet më të larta që kanë eksploruar bashk. Që i kena kalu bashk, ka qenë që të verë, i kemi bo 4 maje për 4500 metra, kanë qenë majet e masivit Montrosa, është malet Apenine mes Zvicrës edhe Italisë, majet teknike. Ato tamam profesionale. Te që kjo nxitja e fundit, au kanë e dyta për ty? Për nxitje mbi 4000 metra. E treta. Brighthorn, Bishorn edhe kjo e treta. Do më thonë, nxitjen e tretë, po edhe për mua e treta. Okej. Nxitjen e tretë kemi pas edhe kemi shku pa guide, kemi bo vetë. Kështu që ka qenë diçka pak ma e vështirë se nxitjet e tjera, se nxitjet e tjera unë personalisht kemi shku dhe me guid. Kjo e fundit ka qenë pa guid, do më thonë vetë kemi qenë guid, vetë kemi qenë krejt, tanat vetë kemi pu. Ka qenë vështirë, normalisht kjo pjesë është ma shumë psiqike se që është fizike, po që është adurime, kur e ki grupin e mirë, shoqëninë e mirë, ndihmojnë shumë.
Kështu që na e kena pas grupin shumë të mirë dhe kemi pas shumë lehtë, s'është që ka ndodhur diçka në E sidomos majën e fundit e kena pas grupin shumë të mirë. Dhe që në kjo. Po në majën e fundit kemi ngjitur na dytë për shkak se grupi në komik e mirë. Dhe që tregot që u konë majë shumë skjerë edhe. Po, maja u kanë shumë teknike edhe shumë vështirë edhe normalisht unë për vete po të regoj që më friksu shumë. Po durimi është para mje, na i shumë të lidhën me gitarë, kjo është para mje unë mrapa ti edhe shesha dhe këto që edhe kjo është ka tutet pak, po nuk po më tregën. Edhe, po, nështë e bëj ke për më edhe i qitë ke gojt kështu ka hecke, sa ajo ishtë pjetësia shumë e nënë, i qitë ke gojt për para, unë ja bisha, pse piset gojt kështu, pse s'pi drejta në kam, këtë i ke qështu dohet, në fakt nuk dohet që ashtu, po këtë i kemi pushu kam, do se u tot, këtë se nuk e dis, ku mujt me gjithë hala që ka posë. Jo të qa shtërëngime të muskujve dhe dhe isha më pushu muskujt gjatë rrugës, për ndryshe shumë e vështirë, ka qenë. E këta dy të rinj me plot entuziazëm po punojnë drejt projekteve dhe aktiviteteve të reja që i presin. Për muzikë, na e kena përfundu një këngë, është një baladë, po ata e kemi lonë njëherë mi kryo aktivitetet e fund vitit, se na në fund vit jemi bajagit busy, edhe kem shumë evente, koncerte, tani janë, tash kena më shku jashtë shtetit, jemi në Zvicër dhe në Gjermani për një javë, dhe energjia e vendit është ma festive, kështu që po presim u kryq kjo energji festive, edhe mas gjysmës 2 janarit, besoj që veç e lansojmë. Kënga është e përfundum, veç ka mu bo klipi edhe mu lansu, është një balat shumë të bukur. Sa i përket malit, po kemi plane, sidomos tash me klubin, kemi aktivitete që kemi bo plan me i zhvillu brenda vendit po dhe jashtë, që kam me qenë publike dhe të hapën për krejt. Sa i përket pjesës personale, normalisht si krejt administrat edhe na kemi qef me i bo Himalajet, e po shpresojmë për njënë për tyne me bo. Nëse jo Everestin, ajo pak ma pak. Qëtë isha hada se ngojnë për në tonë. Në fund ata përcjellin një mesazh frymëzues për të gjithë ata që duan të ndjekin të njëjtin rrugtim. Shumica e njerëzve që më shkruajnë edhe më pyesin për ecjet, gjithë hezitojnë me dalë për shkak mungesës pajisjes që i kanë edhe të veshjes ose këpucave. Edhe unë fillim kur kom dalë nuk është që kom pas pajisje shumë të mira ose veshje shumë të mirë, po me kohën ato bohen, kështu që nëse veç e kanë dëshirën për me dalë, mu bashkangjit me grupe, qofë me neve, qofë me grupe tjera, se të na tash ka shumë klube, shoqata, bjeshkatare, që munden me bashkangjit të rritë, edhe le të bashkangjiten, mos të hezitojnë. Merrnu me muzikë, muzika e plotëson shumë personalitetin e një njeri, njëjtë edhe mali, edhe kur je sad, edhe kur je i lumtur, edhe kur s'ka se janë më të mirë se muzika mi balancu emocionet. Pse jo edhe me bo profesion nëse veç e keni në qef, gjene partnerin e mirë edhe për malë edhe për muzikë, edhe keni mu knaq. Une pa muzikë se di, ka shumë momente që në gjenë kushlimin të muzika dhe shumë momente që e uli pak adrenalinën të muzikë. Drenica dhe durimi tregojnë se muzika dhe natyra bëjnë çdo moment të veçantë dhe se çdo aventurë është më e bukur kur ndahet me dikë që e kupton shpirtin tuaj.
Ja ku jemi pra bashkë, ndërka që tani është koha që të bashkë bisedojmë me të ftuarit e mi të radhës.